çka vendos Këshilli. Do thot e miraton raportin ose e hedh poshtë. Për cilat raste hedhet poshtë janë specifikuar më lart. Kështu që mendoj që edhe nëse nuk mbetet kështu nuk ka ndonjë farë paqartësie. Kemi parasysh është dallon procedura disiplinore, ndaj për shembull se ç'është rregulluar me ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, për shkak se atje është autoriteti kompetent, ai i cili mund të fillojë, mund ta dërgojë pastaj në Këshill, ndërsa raport me përgjegjësinë disiplinore të anëtarëve të Këshillit Prokuror është pak më ndryshe. Do thonë është e rregulluar edhe me ligj kjo pjesë, por edhe me këtë rregullore që është e veçantë. Prandaj unë nuk po mendoj që domethënë edhe nëse mbetet kështu mund të jetë gabim, por megjithatë nëse keni propozim konkret që pika 2.2 e nenit 20 se si të ndryshohet, atëherë mundemi me trajtuar dhe mundemi me ndryshu. Pse jo? Se derisa jemi këtu. Atëherë propozu që mas me të me qenë përderisa është para miraton raportin edhe i shqipton, atëherë kjo të ndryshohet të bëhet e refuzon raportin e komisionit, sepse ajo njëna do të më bëj ose e hedh poshtë për nëse e loj me hedh poshtë, ma shumë shkon për aspekte procedurale, pengesa procedurale pse hedhet poshtë raporti komisionit. Propozimi ju i konkret është me rezolucion që atëherë e refuzon në tërësi raportin e komisionit disiplinor. Me pas parasysh kryesues që fjala hedh do të thonë shpërdorur në pjesë tjera të rregullorës. Prandaj e ki për shembull në rregull 11 e pas shërtimit fillestar për shembull që e ki të neni 11 paragrafi 4, pas shërtimit fillestar tan Këshilli mund të hedhë ankesën. Prandaj e ki paragrafin 5 lidhur me hedhjen ose refuzimin, kështu që mendoj që nuk ja vlen të preket sepse ndryshon konceptin në tërësi. Po ajo është në shqyrtim fillestar para se mu formu komisioni. Këtu tash e kemi kur komisioni disiplinore ka kry krejt procedurën, fazë e ma eventuar. Njëjtë si kur hedhja kallëzimit, pastaj te akt vendimi për pushim, ose kur e hedha këtë akuzën gjykata në fillim edhe mandej te akt gjykimit. Do të thënë në qatë kontekst, aty është komplet në rregull, ke pjesa e parë. Ajo është shumë në rregull. Veç këtu është. Faleminderit për fjalën, nderuar kryesues, nderuar ushtrues detyre kryeprokurorit të shtetit, nderuar anëtar të Këshillit, shfrytëzoj rastin edhe në ta uroj për mandatin anëtare në rreth Këshillit, duke ju uruar sukses, klim bashkëpunimi dhe sukseset përbashkëta. Po mendoj që me drejtë e ka ngrit kolegja çështjen apo vërejtjet e saj sa përket paragrafit 2.2, sepse qëndron konstatimi që hedhet në start një kërkesë disiplinore pa u lëshu fare në shërtim, ngjashëm sikurse i bëjmë ne hedhjet e kallëzimeve penale në mungesë qoftë të parashkrimi, qoftë kur ka mungesë veprës penale, kur është dënuar, kur ka vdek kryesi e kështu me radhë. Pra për ato rrethana, ndërkashtu pasi që kemi hyrë veç në procedurë, ndoshta mund të jetë që refuzohet raporti komisionit duke ja shtu këtë pjesën si i pa bazuar ose i pa themel, varësisht si dëni edhe mundemi si zgjidhje me dalë dhe është e kuptueshme. Pajtohemi, kolegu Milot nëse përfundove, pajtohemi tek ne 20.2.2 që veç ta bojmë ta refuzoj raportin e komisionit disiplinor si të pabazuar. Diçka tjetër apo? Po, tek neni 7, paragrafin e pika 1.4 shkruan kështu: shkarkim nga funksioni i anëtarit Këshillit nga radhët e anëtarëve prokuror, përfshirë kryeprokurorin e shtetit, vetëm këtë pjesën e dytë do isha me diskutu, pse ndoshta ka qenë pjesë që kryeprokurori agruni ta ngres, por kam dilemen duke qenë para faktit që kryeprokurori i shtetit është anëtar ex officio dhe ka mandatin 7 vjeçar nesër me dekret, do të jetë problematike që të shkarkohet nga kjo cilësi pa ja marrë statusin e kryeprokurorit të shtetit, kështu që këtë dilemë deshta me ngrit për diskutim, se a mund që ndroj kësisoj apo po bëjnë një zgjidhje që bëjmë të i kalimin e zgjidhjeve që i ka dhënë ligji. Edhe e dyta, rregulloria gjithkohë i referohet si termit ftesë, duhet të jetë thirrje.
sepse ftesa ka një kuptim tjetër, thirrja është ajo metoda themelore përmes cilës sigurohet prezenca e subjektit disiplinor dhe ka karakter detyrues. Ftesa asnjëherë nuk ka karakter detyrues. Mund është i përgjigjesh, po mund është edhe mos i përgjigjesh. Te thirrja ka detyrime, ka dhe pasoja, ka dhe paralajmërime. Kështu që kisha propozuar që në tërësi pa u nal se ku përmendet, po termi ftesë të zëvendësohet me termin thirrje, sikurse kodi procedurës penale që e parashes si tillë. Tjetër diçka nga ky shikim jam nuk vrejta se ka ndoshta ndonjë vrejtje tjetër. Faleminderit. Faleminderit kolegu Milot për këto sugjerime, sa i përket kësaj pajtohem plotësisht, domethënë që të zëvendësohet ftesa me thirrje, sepse është term ligjor. Sa i përket nenit 7 pikës 1.4, nëse lexojmë me vëmendje thotë shkarkim nga funksioni i antarit të Këshillit Prokurorial, nga radhët e antarëve prokuror, përfshirë Kryeprokurorin e Shtetit. Tash Kryeprokurori i Shtetit është ex officio dhe natyrisht që një nga masat që mund të shqiptohet është edhe kjo. Pajtona me ty që derisa është Kryeprokurori i Shtetit andej, ai gjithmonë është antar i Këshillit Prokurorial këtu. Nuk e di Visar, keni koment lidhur me 1.4-shin? Po, kemi diskutuar këtë çështje. Duhet me pas parasysh edhe një vendim të fundit të Gjykatës Supreme, ka thonë edhe ushtruesi i detyrës është i barabartë me gjithë anëtarët tjerë. Rregulloria aktuale i barazon gjithë anëtarët, pavarësisht a është prokuror apo është kryeprokurori i shtetit. Mirë, po duhet me pas parasysh te rekomandimi për shkarkim. Kjo vlen në Këshill. Pastaj vazhdon procedura në Gjykatë Supreme dhe vetëm pas shtrirjes së procedurave në Gjykatë Supreme, Këshilli duhet me prit. Dhe në momentin kur përfundon procedura në Gjykatë Supreme, Këshilli mund t'i rekomandojë domethënë presidentit për shkarkim. Është absolutisht i barabartë dhe nuk ka mundësi të ndohet prej anëtarëve tjerë. Është e mundshme me humbë edhe mandatin edhe kryeprokurori i shtetit. Nëse shkarkohet si antar i Këshillit, e humb mandatin edhe kryeprokurori, mirë po gjithmonë në pritje të procedurës në Gjykatën Supreme deri te dekreti i presidentit. Visar, se përket aktit final, ajo nuk diskutohet. Po këtu jemi në situatë juridike ku për shembull, nëse flasim për një antar, të zonë po marrim shembull Elza, është antar. Edhe nëse Elza shkarkohet, po supozoj, në Këshillin Prokurorial nuk do të thotë që shkarkohet nga pozita e prokurorit, sepse kjo kthehet me rregullat edhe Miloti në këtë rast që janë antar prokuror. Do të thonë, tash a vlen që kjo e njëjta edhe për kryeprokurorin apo si është? Kjo është çështja se me të drejtë e ka ngrit Miloti 1.4. Është mirë ndoshta vetëm që të kemi një debat më të madh dhe të mos dalim para një zgjidhje që nuk është praktike dhe nuk është funksionale. Unë e shoh si problematike në zbatim konkret nesër, kushdo që është në krye të kryeprokurorit të shtetit, nuk ka ndonjë emrat e përveçëm, po e shoh pak si tmerr ndoshta si mundet me na sjell shumë probleme sepse po flasim për dy pozicione të ndryshme. Është pak problematike për te kushteve ligjore që ka parapo ligji t'i merret mandati kryeprokurorit të shtetit. Pozita e kryeprokurorit të shtetit është shumë e fuqishme sepse përveç zgjedhjes duhet edhe rekomandimi edhe dekreti i presidentit. Edhe mandati është goxha i fuqishëm. Unë e shoh pak problematike. Për atë arsye vetëm e ngrita sepse nuk është që po më pengon diçka, po në praktik nëse na ndodh e shoh problematike se si të zbatohet. Veç një minut në kontest sot. Visarin. Unë po lexoj një propozim që ka qenë i diskutueshëm në komision, ndoshta përbën një zgjidhje. Ne kemi parapo, mos u prek neni 7, mirë po të neni 22, kur është procedura ankimimit, kemi thonë kështu. Në rastin e kryeprokurorit të shtetit, kur Gjykata Supreme konfirmon vendimin për shkelje disiplinore, Këshilli dërgon te presidenti propozimin për shkarkim së bashku me dokumentacionin relevant. Deri në vendimin e presidentit, Këshilli merr vendim për caktimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Domthonë, që kjo ka qenë një propozim që është diskutuar për me figurën e 22. Mirë po, a e mbulon gjithë situatën, është ndoshta ka hapësirë për me diskutuar, por mendoj që edhe nëse nuk përfshihet ky propozim, antarët e Këshillit duhet të trajtuar si të barabartë. S'ka rëndësi a është mandati 7 vjeçar i kryeprokurorit të shtetit, a është i antarit të Këshillit 5 vjeçar. Të gjithë janë të barabartë në kuptim të procedurës. Kurse në kuptim të propozimit ankesës në Supreme deri te dekreti, mund ta merrni që të formulim që realizohem.
Tu është veç një dallim, më falës pak, profesor. Tu është veç një dallim që duhet me bo, sepse unë, për shembull, si antar që kam qenë këshill, tani kemi Milotin, kolegën Els, ne nuk jemi këtu ex officio, sipas detyrës zyrtare. Po, më jemi zgjedh. Ndërsa kryeprokurori shtetit është sipas detyrës zyrtare, gjithmonë është këtu ex officio. Që kjo është diferenca, sepse ne mund të shkarkohemi ne të tretë këtu, po ne kthehemi prokuror atje, sepse janë baza tjera të antarit këshillit edhe të prokurorit ku jemi atje. Do të thënë pyetja është, kur po supozojmë që në të ardhmen kryeprokurori i shtetit shkarkohet nga pozita e antarit ex officio këtu, çfarë ndodh me ton, sepse ai është kryeprokurori i shtetit edhe ta Miloti pak më parë, no? Se nësh me kram janë tjetër. Ç'është? Këtu është poent. Kjo është e njëjtë. Po, no. Prandaj kjo është ideja se po kshy medalë nga kjo, me të drejtë është ngrit nga kolegu Milot. Faleminderit që fillimisht përshëndetje për gjithë të nderuar kryesues i Këshillit, nderuar o dy kryeprokuror. Urime detyrën punë të mbarë të lehtë. Uroj që edhe puna juaj të jetë e lehtë aq sa ardhja këtu. I nderuar kryesues, unë po e kam analizuar dhe e kam edhe është mirë që këto debatet profesionale t'i adresoj me shkrimit që ne nuk i kemi adresuar. Megjithatë, referuar nenit 6 që paraprakisht i paraprin sanksioneve, unë mendoj që nëse edhe kryeprokurori i shtetit bën shkelje etike profesionale e pamundson funksionimin e Këshillit, pastaj kryen veprime që kanë dëmtuar autoritetin e Këshillit, natyrisht që edhe ai duhet psej sanksione penale sepse ai vetëm ka të drejtë që të jetë, po jo edhe ta bëj dëm në defunksionalizim të Këshillit. Kështu që mendoj që dispozita është shumë në rregull, sepse nëse ai shkarkohet për Këshillit përbën element qendror esencial që shkarkohet edhe për ju dy kryeprokurorit, ai s'ka imunitet për shkarkimit, për kryeprokurorit të shtetit, nuk ka imunitet të qenurit kryeprokurorit të shtetit edhe nga shkarkimet ose format të tjera. Kështu që po mendoj që dispozita e ka adresuar jashtëzakonisht mirë, sepse po e referoj shkaku që mund pasoj sankcioni disciplinor, fillimisht duhet të jetë shkelja. Nëse ekziston një shkelje e rënd, ajo ja pamundson të qenurit edhe kryeprokurorit i shtetit. Natyrisht që edhe ai kthehet prokuror siç kthehen ju të tjerët. Kështu që unë po mendoj që sanksioni është pas shkeljes. Kolegu Dardan, faleminderit për komentet, por kemi parasysh. Nuk mundemi standarde dy fishta me pas. Do të duhet një standard. Sepse unë e kuptoj qenurit antar, shkeljen që bojnë secili ka përgjegjësinë e njëjtë. As që diskutohet më për shkeljet që mund ndodhin. Mirë, po vetëm e kemi problemin që tek gjithë antarët këtu që jemi 3 e kemi shumë lehtë, dim se çfarë bëhet me ta sepse kthehen në pozitën e prokurorit. Mirë, po tek kryeprokurori ky s'u kthehet në pozitën e kryeprokurorit atje, sepse nëse kthehet atje është prap antar këtu. Ex officio është antar këtu. Na jemi ex officio. Ne jemi zgjedhur edhe në momentin që shkarkohemi, kthehemi atje si prokuror, vazhdojmë punën. Përveç atyre që janë antar jo prokuror që kthehen në kuvend. Ata vazhdojnë punën, po jo brenda sistemit. Nuk kjo është poenta. Edhe që tu duhet kemi një propozim që dilet nga kjo, sepse unë nuk jam që kryeprokurori ketë mundësi me shkelet, mos ketë pasoja për to, të vazhdon të jetë antar. Dhe mos jam për atë pjesë. Nuk mundet me qenë standard tjetër. Po, veç se si gjinët një zgjidhje, këtu kisha dashur që edhe e kemi ushtruesin e detyrës kryeprokurorit nëse ka ndonjë rekomandim konkret që të na ndihmoj se si dalmi nga kjo citat. Zoti Qala, kena i koment, faleminderit. Së pari përshëndetje për antarën e re, të roj sukses, punë të mbarë. Shikoni, me të vërtet, kjo ligji është i qartë, edhe kryesuesi po e thekson ton kohën, cila është, si më thëmi, pozita apo status quo e kryeprokurorit shtetit. Ligji edhe për prokurorin e shtetit, po dhe ligji në Këshillin prokurorial saktë tregon që është sipas detyrës zyrtare, ex officio. Tash, cilat janë limitet normal që dihet në vendimmarrje e në gjitha procedurat që është antari i barabartë siç po e thekson Vesore, është e padiskutueshme. Mirë, po pozita e tij kushdo që të jetë ai në përbërjen e Këshillit është ex officio, sipas ligjit. Tash, cili do të ishte sanksioni në rast të ndonjë shkeljes të etikës apo ndonjë shkeljes tjetër, dhe kush është autoriteti që do ta udhëheqë atë procedurë. Në rastin konkret, nuk e di përbes është situatë që me u përfshi kryeprokurori i shtetit në procedura që ligji nuk i përcakton në formën se si është, ai është, si me thonë, nuk është i zgjedhur, që si e thatë edhe ju, i nderuar kryesues,
Po, mbi bazën e ligjit dhe tash procedurat që do vlenin për të, atë janë të aspektit që do të veçoheshin, apo hyn në konceptin e procedurave që vlen për gjithë anëtarët. Këto është ajo dilema e madhe. Nëse do të ishmi në një fazë procedurës që do vlenin edhe për të, atëherë çka me aspektin ex officio të tij. Shumë bukur ka shtruar kryesuesi situatën se çka në fakt kryeprokurori dhe çka ndodh me të nëse do zhvillojë një procedurë këto. Nëse tash është shumë interesant cili autoritet do zhvillojë çatë procedurë. Po, si mundesh shembull me mohu çatë faktin që është ex officio dhe tash po e trajtojmë barabartë me çatë. Edhe pozicioni i tij më pastaj, atje këto humb, atje nuk e humb. Vërtet nuk di si më dhon zgjidhje kësaj situate, shkaku që me siguri Tash, një bisedë veç pak më para se t'ja fjalën kolegut Visar, do të thotë ne nuk kemi një praktik prokuroriale, sepse po të kishim një praktik që zhvillu për shembull ndaj anëtarëve prokurorës së ndaj kryeprokurorit, besoj se do të kishim pas edhe zgjidhje, se ndoshta çështja kishte përfunduar deri në gjykata, do të kishim marrë vendime edhe nga gjykata. Ajo çka, domethënë bën me mendu mu është fakti që jo vetëm që ne nuk kemi këtu anëtar ex officio, po flas për neve treve në raport me ju si ushtrues të tyre kryeprokurorit të shtetit, por ne për dallim pite ne kemi të pezulluar funksionin e prokurorit. Po për nga vim, edhe Miloti, edhe Ilza, dhe ne kemi të pezullun atje funksionin. Ti se ke të pezullun, ti anëtar ex officio në funksion të ushtruesit të tyre kryeprokurorit të shtetit. Që kjo është ai statusi pa barabartë midis nesh, po tham kuptimin e asaj për nga vim edhe kuptimin e qenurit këtu si zgjedhur apo ex officio. Po, kolego Visar, no. E para, nuk është mirë më bon praktik, rregullore po kalon të gjitha fazat e debatit publik, s'ka vërejtje, s'ka komente, diskutimet po hapen këshill. Dyja është vendosur në komision kjo rregullore, edhe me komisionin fraprak edhe në komision. Pyetja është shumë e thjeshtë. Kur të shkarkohet antari, po jo marr shembull juve vini nga apeli, ktheni në apel. Ky kryeprokurori i shtetit nuk e humb rolin e prokurorit. Kthehet për nga ka ardhur. Mënyra e humbjes statusit është e barabartë për të gjithë. Prandaj nuk kemi mujt me vendos dispozitën që lexova më herët. Ne kemi mujt me thonë që do të pritet procedura në gjykatë supreme, i rekomandohet presidentit për shkretje. Mirë po, mënyra se si ka ardhur. Ta kryet qartë. Edhe kthehet. Sikur të për të gjithë anëtarët e Këshillit. Prandaj unë s'di pse ka dilema nëse kryeprokurori i shtetit ka bën shkelje disiplinore. Pse ai nuk duhet me humb funksionin e kryeprokurorit të shtetit. Këshilli ja ka zgjedhur. Këshilli e shkarkon. Më fal Luis pak. Përfundohem sa? Hajde. Ndërruar pyetja është, a humb pozitën e tij, status quo-n e tij si antar i Këshillit apo pozitën që e ka atje? Si antar i Këshillit është ex officio, apo? Po kjo është pyetja relevante edhe thelbësore. Çka humb? Se si antar i Këshillit ne po konstatojmë që të gjithë që është ex officio. A është ashtu? Tash nuk është, mendoj që edhe kryesuesi e trajtoi këtë çështje kur tha që është situatë kur ligji e përcakton që do të jesh